Mos qenë kamerë. Drejt, se janë nisëm emisionit. Mos qenë. Ai në rregull regjia. Okej. Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Allsat M. Mirë se erdhët në episodin e radhës Llamba Alaudinit, ku si çdo javë që kena mysafir special, edhe këtë javë e kena zgjedh në mysafir ami i thon aktor, ami i thon skenarist, ami i thon tekst shkrues, ami i thon kostumograf, ami i thon edhe ami i thon. Për atë arsye ne spithojna kur gjopi këtyve titujve që i përmena, kam na zbulu vet. E nisi që e kena këtu në studio. Enes mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit në gjithat prezantim. Edhe si fëmijë kur isha aty babës, ki kam u bë kështu, ki më kështu baba në fund javë, kur gjo zbot ki. Ki qaç. Po mirë, ku marrë sonte dhe mi kallxo dhe babës se që jam ka tira Alaudini me vërtetu. Sot jena Mirë se këtu gjeta, faleminderit shumë. Enes këtasimet pas në emision. Faleminderit. Kjo pak një format tjetër, se njerëzit ndoshta janë mësuar po vetëm në për tregimet popullore me role të caktuara, ama këto në podcast e kena pak chill muhabetin. Po dhe ja budall, ja shumë i me që mja filozof. Ç'është ka çato pjesë. Sonte të vërtetën do ta kuptojnë. Po, sot kena me fol rreth këtyre gjonave, se si realizohen, çka bëhet, seti që shkon incizime gjonat. Unë kum përgatit do pyetje, po ndoshta s'ka nevojë edhe hiç me përgatit pyetje me ti, se Do të mënomi, sa... muhabetin e çejt që thonë. Sa di. Po. Enes, si ke nisme me këto tregimet popullore? Ka të lind ideja, se me sa e di unë domethënë truni këtë këtij projekti ti jetë për derisa i shkruan epizodat edhe i e angazhuar më shumë se cili aktor çka ka me fol, ku keni me incizu gjona. Për atë arsye, a mund më na tregu pika lindi kjo ide? Arko, për me bo një punë, dush me dash shumë atë punë. A më kupton? Për me bo një punë dhe me dasht, dush edhe me përcjell shumë. Do me thonë, mu këto histori, vazhdimisht i kum përcjell. Edhe para se mu lidhun me këto punë, do me thonë, i kum përcjell shumë. Edhe fatmirësisht, po tham, unë jam një djanë familje dhe shumë nona së më kalon një vogël me dalë me më. Edhe baba më ka marrë shumë e veti, kum pas edhe dikush e re të më shumë afër atë. Edhe jo mysafir çdo natë që sen, edhe njëri tregon histori, tjetri tregon histori, se nuk jam një generat shumë e re, edhe nuk jam i madh shumë, po. Edhe kom pas merak. Kur bisedojshin qërere din, s'ki kuzu me fol ose me ndërhi, edhe interesant, ngapi ati një pjesë, edhe i kom memorizu, po. Edhe ashtu, sa për aktrim, dhe më thonë, jem marrë prej vitit 2012, fix 2012, 2 vjetë pandër prej në Balkan Skam, mas ne janë nisëm me regjisert gostivarit turk, një projekt ekstrem shumë i mirë, po për shkaqe financiare s'di çka, beso në gjysë ndërprej ajo, edhe pse keni projekt giganti madh. Mas ne kum pas oferta, s'kum pranu. Pse? Shoku i pagesave. Të ne pagesat dopte. Shoku i pagesave, dhe më thonë, shkurt e shqip, ne kur më thirshin, pak si në hajgare ma shumë një mes, që është ajo, ju thesha, ball kum bo foto për Facebook. Se fillimi e ka, hajtë shkoj... Qashtë, të më shojnë followersa. Ta realizoj një ndër. Qashtë. Ball më oke. Te tregimet hinin në trend, më me thonë, ma shumë të na u bo mas koronës, mos jam gabim. Qa ti? Po. Pak si shumë u gjanu. U konën pak ma... U gjanu si shumë, do me thonë, ndër të partë, për tregime popullore, kuma në vartë janë. Respekt me aktor profesional, ma të mirë janë për momentin. Edhe janë konë, që kanë punot gjithmonë. Po, ma to tash për momentin që janë të vazhdu më, sa i di unë, ha? Ma rallë. Ma rallë, po fillimet, do me thonë, atë i kanë pas. Edhe u përhap në Kosovë shumë, edhe dëshira jeme o konë, vetë jem ofruan. Për një epizod.
U pëlqy shumë, unë dëshirën e heka, jo, kemi vazhdu se do kamera, do kështu, okej, vazhdum, edhe që ku jam sot. Si aktor. Po. Është shumë interesante një sa e ki vrejt, për shembull këto prallat ose tregimet popullore, me thonë, te na frikë që thoja edhe vetën koronja nisën mund përhap. Më shumë. Kurse a e mamen do me thonë te pala Macedone, pikur janë aktiv prallat ose tregimet popullore. Ka pas edhe të na. Edhe plus asaj, do me thonë, hala, unë rastisa një ditë frikë në televizor, ipshin hala, do me thonë, Çorbaxhia. Çorbaxhia, ato tregime popullore, do me thonë, shumë ma moti pala tjetër i ka pas. Ka pas edhe të na, po, që me thonë, që tash edhe ma Se janë herët, konë ndoshta shumë ma përhapur, tralla po. janë kanun, tash Kumanov janë bo ma shumë, edhe këtu të na më fshatin Koliçan. Edhe në Koliçan kanë pas ma herët xhirime. Po realisht Po nuk ma ka trall. bese një keq edhe me pas ndoshta shumë produksione që bëjnë kësi lloj kontenti, nuk ka se një keq, për shembull, publika vazhdimisht me ushqime ato me atë Për kundrazi, unë e kam djalin 8 vjet. Apo më kupton. Edhe djali jem, djali tjetër, mos mendo se kam e marrë në libër, edhe kam e lexuar se çish u kon historia e shqiptarëve. Shumë trallë mund me kon. Po tash në transmetim, dashti s'dashti ai fëmia për shembull, printe vet kur e këshirin një tregim popullor, po 100% mos ta përcjell, taj 5% domethënë të përcjellë diçka që atë mundet me fitu. e vërtet, Qysh e kemi traditën, qysh kanë jetu, qysh janë maltretu. Apo kupton? e vërtet. Po çat një pozitivitet e shoh shumë çatë. Nëse ti, do me thonë, tha e parë që ki fillu sefte si aktor, do me thonë. Si aktor. Po. Po, kur ja nise për herë të parë me shkrujt? Një tregim popullor. Shumë interesant. Vazhdum 8 apo 10 epizoda, s'jam i sigurt si aktor. Edhe u kry sezona, sezonatshmet edhe çka është më interesant, do të thonë kena shku njët pa pagesë vetëm për hatër. Tash, dëshira jemi o konë një epizod, mos ne vazhdum. Okej, edhe për sezonën e ardhshme, nuk naftum pa pagesë, po një kosto që s'na pëlqej. Edhe nuk pranum. A mujna me bo diçka vetë, kështu që ashtu. A mujna me a dal. Thash ta prove një skenarën ta shkruj. S'kom provu kur ma herët. Po. Talentin i besoj shavetit, ama se kam emri diri këtu kur hiq. Skenari pari kon Fukara e Dembel. Një fukara dhe me thonë që rinë kokër shpinës, pret vëshmi pru halkit, i ofrem pun, nuk punon, edhe u pëlqy shumë me Stratan Production, dhe me thonë, me Mamedinin kë e përshëndesim, edhe epizodin e parë kërë kemi realizu, i kom thonë Mamedin, sa pret me marrë kjo epizod, për shemull, si fillestar, na? Tha, pa, 20.000 shikime si ti marrë 25.000, tha do të më kohë të nashtë. Edhe une, si në çfarë rrezikon ti që jam thash, nëse si merr kjo 100 thërës vazhdojnë episodin e dytë. A më veç pasha zotin për 2 ditë e para 120.000 klikime i ka marrë epizoda parë. Edhe na dha një vullnet shumë të madh, edhe vazhdojmë punu. Ju bënam 8 apo 10 epizoda me Stratan, gjitha suksesshme, edhe mas ne vazhdojmë me Elsa Production, ku për mbi mrena 2 vjetëve, dhe më thonë, tash jemi dhjetor 2025, skenari i pari jemi u ka shkujt 8 orë 2023. Për 2 vjet, e nisi ka realizu deri sot 157 tregime apo projekta, qysh dush tuje. I ki shkrujt apo i ki realizu? I kom shkrujt, i kom realizu. Nelsa Production, gjitha suksesshme, asnjë e përfolt e dështume, po unë i kom shkrujt, a realizimin e kemi bo bashk. Dhe më thëmë, pa ekip, sa dushti që një se shkruje mirë,
S'munësh edhe me dal me aktru vet, Fakto. po s'munësh edhe me realizu vet. Fakto. Do të thonë për 2 vjet, fiks 2 vjet e 1 muaj sa i bie, 157. Deri sot. Enes, deri sot 157 projekte thu i ki realizu. Me sa i diun e ki prej temat ndryshme. Lloj tregime, lloj gjona, bile edhe ki po projekte edhe për Ramazan, ki pas bashkëpunime me hoxhallarë, me sene. Projektet më shumë të që më flenë për zemre. Po. Po realisht edhe mesazhe ka pas shumë të mira, be. I ku përcjell. A ka ndaj temë që se ki prejk hala deri sot, domethënë. Edhe pse i ki bo 157 projekte, realizime, a ka ndaj sen që s'ke prejk hala deri sot temë. Kofta e sociale, Ka A e shpalos? temë. Edhe më kanë thonë pse ti që aty më nësh me kapën, që aty s'kom mujt. Do më thonë për 157 projekteve, apo epizodova, si ta thëmë. Në mujt e Ramazanit, ku mujt me prej ka tim, e kom qelë laptopi me shkujt edhe se kom shkujt. S'kom mujt me shkujt për jetimin. Për jetimin. Pse që është ndishme kjo temë? S'di. Në të ardhmen, ndoshta do të ketë. Kjo si temë është e dhimshme, po pse qaç më konë për ty që sa mës me mujt me shkrujt? S'ku mujt marrë deri aty, për deri sa s'kum përballu as me fillu me shkrujt, s'kam edhe përgjigje. S'di, shumë e rëndë. Po. Zoti mos sprovoft kërkan, s'dupe kërkan me mërzit kur ta shef atë epizod, sidomos gjatë Ramazanit. Ama, do më thonë prej përvojës njeri mëson shumë. Njeri ki edhe domosdo. Kur vjen ajo domosdo, kur i shef rezultatet. Kur i shef do më thonë 2 vjetna, kemi pas tema prekse që kanë pas rezultat pozitiv. Për shembull, kemi pas temën e gurbetit. Po. Surprizë, hajde shkena t'i gëzojna print. Edhe me qatë epizod, s'di sa vete në kanë lajmëruar që jo e një shkak që ne kemi hip kerët edhe kemi ardhur në Ramazan, se kushtet i kemi pas edhe kemi ardhur t'i gëzojna, edhe se kena pas plan, kemi ardhur t'i gëzojna print. Më thonë je bo shkaktar për një sen të mirë me ndodhë. Arsye je bo. Aktorja jonë, një aktore që e konën, e kum pas temën e shaminës, mbulesës. Edhe se konë me shami. Beso, sot e ka lyt rolin që qysh mu mblu, qka ka lezu sen, prej nesërmit e ka majtë shaminën. Edhe sot e manë. Po. Shumë rast interesant kjo. Edhe në bisedime me kolegët, me Bacinur, edhe me Dullën, dhe me thonë se më kërë shkuj një skenar, normal që unë e vendosi, po pikës pari më rinë të ato dy. Çka mendojnë për këtë skenar? Edhe në finalizim skenar që më vete për jetimin, a do të me bo? Do të me bo, po me mesazh për ata jetima që i kanë prind gjallë. A do t'i bojmë, inshallah do t'i bojmë. Interesant. Mesazh për jetimin që i kanë prind gjallë. E ne ta kuptojmë asaj kur t'i realizojmë. Okej, me që po thu që ashtu, atër s'pohim që ashtu me fol për detaje. Po, na të regoj pra që procesi kur shkruan, që janë nisë me shkrujt, ideja, ka vjen, tek vjen, ose qish mund është me realizu, për shumë, që realizon të komplet një proces, skenar, incizim, aktrim, gjona, qish mund është me i bëhe? Qish është procesi, më interesant? Është interesant, kur shkrisha në fillim tema, do me thonë, tema të rënë, ose diçka, okej. Është rënë, po bazohesh dikon. Tash edhe më herët.
çka kena ndëgjuar më herët në historinë diçka dhe pika të shkurtë apo mas ne e zhvillon. Po. Interesant është dashin e fshatit 50 epizoda Po, që e kemi realizu. Po. Në fakt, ajo nuk ka nisë për 50 epizoda. Është rast shumë i çuditshëm. E shkruajta 2 familje, domethënë që kanë probleme. Njëna të 2 familjet nuk shkojnë mirë me njëna tjetrën, djali i kësaj familjes ja merr vajzën Nurës, djali Nurës ja merr vajzën prej natit mos e Tahirit edhe çati konflikt. Edhe shkruaj u bë episodi i gat. Edhe tham me atë montazherin folsh me Altin thash dajnë 2 pjesë. Mos i dul minutazhe e gat, dajnë 2 pjesë. Ekstrem më pëlqej shumë edhe ta vazhdojmë si serial. Edhe unë me atë menimin tem tash a lë dhe ma let për mua se si serial muj me shkruajt sa du, po beso ma problemi është seriali. Epizodën 15-20 që aty kur mërin, blokosh, hargjosh. Po, nuk do me thonë, prap, linjt ideja. A ka raste që blokosh, shumë shpesh. Sun s'muj me shkryt për shemë dhe shkryt një skenë, 2 skenë edhe lejb ma vonë, dalme në kanë. Ja, unë e kam një ja problem, ja e mirë, s'di që kam i thonë. Unë kur unë la me shkryt për shemë, nëse se kry komplet epizodën, qati për qati, nuk jenë temë ti. Se unë përderi sa e shkruj, edhe e shoh. Edhe e shoh, do më thonë filmin komplet, përderi sa e shkruj. Nëse lonë gjysën e dalë, edhe të kthejnë mas nej, ose du të me hi prem fillim me lezu, po dhe koncentrimi a më kupton? Jo, me të vërtet unë hinë në emocion. Tu e shkrujt, se e shoh aktorin tu lëviz, e shoh për atë ndoshta del edhe produkti i mirë se edhe regjinë e bëj vetë, edhe ja lypi aktorit atë që e kom pa unë e të e shkrujt. Karakteret i daj për shembull se cilët ja përshtati ai karakter që i shkon. Ku nuk na pëlqen i thom, ti mundesh me bë më mirë. Ti mundesh me nxjerr këtë. Edhe për atë jemi ku jemi sot. E ne, sa kohë merve për me realizu një tregim popullor? Kështu, për fillim dhe e fund. Dhe më thonë, jashtë skenarit që merë kohë të e shkrujt, në set, jemi strikt dhe më thonë, në 7:30 në fillim. Po. Edhe pse, basi në rëdin e kemi pak ma larë për i Kumanovës, po besoj pari më rinë këtu edhe... 7:30 mëngjes, a? Në 7:30 në startojmë. Startojmë. O Enes, po qish be Enes me 7:30? Shumë herët be. Po të foli për tash në Shkop se në deri para sezonës, para shtatorit, para Samjanis, dhe më thonë Kosovë në kemi gjiru. Në 6:30 unë nisëshmi për Kosovë. Para më në kur u ka qupa si nur pi gjumit. Më kupton. Nëse nuk je serios në këtë lëmi, dhe më thonë, këtë shtu. A di se e poshtë një video dhe më thonë e kishim bohe një folke një gruje më duket. Edhe thot, shkencëta e ka vërtetu se truni nuk punon nëse qohët para orës 10. Qishe nësë? Vetë ju fleka asaj. Vetë ka në gjmosha, që ka këmi thonë. Alkove në edhe me feje kena be. E falë sabajnë edhe del jashtë, o zotni. Del jashtë, hetë, se mos e këtën shpe. Do me thonë një ditë merë komplet, a? Komplet një ditë. Për me realizu. Ka pas rasët den 10 natës kena gjirune. Po, tash tu... E kemi pas një shonë Kosovë, tu pa tu bon. Edhe i kryna ma shpejt. Mere, do me thonë 5-6 i krym tash. Edhe nuk ndjem lodhje, hiq. Po, Ja. E për shembull, a ki pas ndo një temë që e ki realizu e thu, nuk e postoj këtë temë. Arkoja, jetë mi bon do pyetje, hajde pjesën e partë e emisionit, e majta vetin, se jam pak emocional. Po pjesën e dytë me thonë se prita këtë pyetje. Pse benis? Po shembull edhe mu ndodh në herës, për shembull unë e bëj një video, hije këshiri shumë pëlqen, thom se postoj qëto. E për shdo pa Jo, thom. s'ka të në video që s'në pëlqen. Okej, hajde pro, çka ka na muhabeti që O ka një epizod, më thonë. e pas ke Është pikë në kon, zemër po. ndokut. O ka një temë shumë e prekshme. Cila?
Ngalko, për projekteve që i kum bon, domethënë, kur unë në asnjë epizod s'kum pas hakmarrje. Gjithmonë fundin e kanë pas me një mesazh pajtimit. Po. A kupton? Po. Domethënë, jashtë atyme që shohmë na, që del merr hak, jo, kanë ndodhur vrasja për shembull te në projekt. Hakmarrje kur në asnjë epizod unë s'kum dashur me përdor hakmarrje. Gjithmonë me zgjat dorën e pajtimit. Edhe për këta që të më vetën cilën s'ke dash me transmetu. Po, e kina bëjë një epizod shumë të mirë, vllaznia që nuk flasin. Edhe, okej, e kom dërgu skenarin, e kanë lexu, s'kan thonë aktorët kur gjo heq, kemi dalë në teren, bor ka pas, me vështërsi e kemi realizu, edhe e shoh njërin prej aktorëve nuk është si E ka 100% performancë. sikur e njoh. Po okej. Ose do të mërdhif, ose ka diçka. S'jam të ngus njerë. U realizu në fund, u pajtum vllaznia, në realizim, u kry dita e xhirimit edhe me qetërin aktor thëm, çka ka? Mos din ti? Unë jam shumë i angazhuar. Kur dan, se domethënë i vetmi unë edhe kamermanët që s'bëjna pauzë hiç. Unë nga me tu i sufnua, tu s'kam kohën më marrë me kërkan. Telefonin domethënë kur e kryj xhirimin e nxjerr telefonin kush më ka thirrë ç'kam kam. Edhe i tham, ç'ka është problemi? Edhe kur më ban mu të kallzoj më vonë, unë e plasi. E tham, hajde jashtë këtu. Ç'ka është problemi? Thot njëri aktor për ndër rolin kryesor që ka pas aty, të njëjtin rast domethënë në shtëpi vet. Të betona që s'kom ditë hiç, se normal kur kush nuk e kallzon problemet që i ka në shtëpi Ç'është? me kolekt. Buk falesht njëjtin rast në shtëpi vet. Thash, çka? Po valla, tha po më ka thonë që mos më përmend hiç, le. Thash, jo, tash unë se nuk e transmetoj. Kur që s'm kushton mu një ditë pse hub në xhirimit ose një epizod. Funit edhe nuk transmetojmë me këtë javë. S'du për shembull të ndihet keq. Edhe thirrën e. Tham ç'është më fal ama me dije s'është bë kur gjë hiç. Unë këtë epizod nuk e transmetoj. E djegmi. Tha ti nëse e djeg këtë epizod, tha ti për javës tjetër me mua s'ki kontakt. Thash mos dumin muni ti në keq në shtëpi se mos menoj në shtëpi se ti ke kallzu këtë rast e na dhe e nisi u ka bazu dikon. Po. Jo, tha. Ti këtë rast, ti këtë epizod s'ki me djeg ki me transmetu. Okej. Finalja edhe në çka është e kretë kësaj. Transmetohet epizoda. Del epizoda. Një javë dhe ditë nuk shkojnë. Edhe më lajmërohet personi thot ka roqa epizod pse unë jam kon pjesë rol kryesor aty në këtrim që me vjet i kanë lut mu qetësu ka roqa epizod edhe e kanë zgat dorën e pajtimit. Vllaznit edhe sot janë si ma mirë. Po s'ke po arsye për mu pajtu dy vllazni. Katër zoti. Do të thonë gjithmonë pove që vetë kur ta mënosh secili se ndodh për një arsye. Zoti është ai që i vendos të domethënë ta çon një shkak, një mendim. Edhe dhe rezultati. Sa e lehtë, bëhet dhe bëhet. Nëse Enes, tash me qena pak në këtë temën emocionuese. Ball më emocion. Po shtit që ama ina lidh, edhe mu ka lidh pyetja me pyetjen. Çka pika jote e dopt? Pika me dopt. Shumë pika dopta kena na. Familja. Familja. Po familja është pika e dopt e kejtë. Nëse. Po foli për ato që kanë ndjenja, se na i kush s'janin për familje e që. Shumë jam i lidhur me familje. Në ki 2 djemë duhet? Ja, një djalë në qik. Në qik, po. Djalë kam 8 vjetë, në qikën 2 vjetë. Te kush të ngrej zemra, mash? Këshire, djalin e kam, si konon që jam rrit me babën, edhe djalit që është me mu shumë i lidhët. Tepër. Djali?
Djalit, tepër domethënë. Ama ti me kanë ilit. Ka dalë. Edhe kur e morëm lajmin për çikën, u thesha s'du, edhe këtë çish bezë ti nuk e din tashnin e çikës, s'u thesha. Po s'du pse e du. Para mendo, s'du pse e du. Çish ashtu po, okay. Unë alo se desha tashnin e çikës, ama kime rrit, kime u knaq, edhe në fund i ban 20 vjet ose sa të tle. Misafir të ti, misafir atje. Domethënë e vetmja çika është domethënë që s'ka shtëpi të vetën. Sa dush ti, s'ka. Te baba misafir, te burri misafir. Kur e do çikën kthehesh edhe te nona. Njëjtë edhe nona domethënë. I kalon ato, ka te baba, ka pas vështirësit, ka rrit. Domethënë nona dhe çika janë tonë pika e dot. Edhe bashkëshortja. A gjallin e kam shok, haver. Më emocionove dhe mu, Belis. Edhe Ti dojmë nana sa i kemi. si zakonisht dhe me thonë njëri gjithë shka bëm duket për familje. Une po bazonat e veti, dhe me thonë une edhe kur dal me inqiziudi, shka me thamë jam të dal me punu me që të shpia. Shko, A beson se kur betona në zot, kur nuk e kam idejen të punoj, të kem do pare, ta bleni kjerë, ta bleni telefon, të betona, valloj, biloj të betona, që kur nuk e kam në mene qëto. Sa herë menja më rinë në familje. thash më herët, unë jam një djallë. Ketin arrit me vështirësisën e po dikush matrona, dikush matleta. Edhe në fëminin të ime, do me thonë, 9 vjetë kër i kom pasune, jam detyru mi majt 2 puna. 9 vjetë. Kum hinë zanat, 23 vjetë, do me thonë, kum punu si zanatlik, pustar jam, do me thonë, edhe bukur mire di atë zanat. Po. 9 vjetë kum hinë zanat, te kushtrini jam punesha natën, ditën, o të dyresha me dalë në pazar. Në shkollë, mas shkollës në pazar. Do me thonë, për mu, shoshnia më halla, shumë pak, s'moj men. Edhe, pa ndërprej, deri sot ku jam. Ako më arrit, kur gjo mos kisha arrit, bollë që ndoshta e kom pas një mbrojtje, angazhimin e madh, që unë mos ma nej rrugë të keqe. Që fitimi më, çka ke fitu ti për çdo vjet? Kur gjo s'kom fitu, po ndoshta ka dash Zoti me mbrojt mu. Që mos ma nej rrugë të keqe edhe non-stop kom pas angazhim. Çka rezultati final? Më i miri. Shumë e qartë nëse. E për shembull, a ka diçka që pendohesh për ndaj sen, edhe vazhdon me përsërit atë sen? Po, çdo ditë. Kthehemi te pyetja e parë, njëjtë. Çka? Te nona. Te nona. Se me me të dhëtë jam shumë i afërt, po me nonën shumë më tepër. Do më thonë, vështërsitë edhe të mirat edhe ketë i kemi pas bashkë në qëti. Edhe atë shumë që më ka afru mu nona si fëmi, edhe s'konsideromi si nonë e birë, po s'dish me ta sfigu, si modre vlla. Edhe ndodh për ditë ndoshta ja prish jetën. Si s'di ç'me spjegu. Po. Edhe mas ne i thom, su desh me Ranova. A ti kuptu? Aja që e merr parasysh se e din e nisin ç'ishe ka për atë. Ndoshta çdo ditë e bëjnë njëtin gabim, çdo ditë pendona. Nesër përsëri e bëj. Ama none, kam loçke kam. ama realisht nonat janë çashtu. Domethënë çka do të bën apet derën çelegi. Atë ka zë diçka. Kapigjiki që s'm shelet korë. Atë ka zë diçka. Po. Pasha Allahin e madh 37 vjet i kam. Unë sun dal për derës pa i kallzu, jam të shku qati. S'morët me mnarë, s'u mnarë sen. Ka met ajo mo.
Kam ecë se kur jemi kanë, domethënë si fëmijë, kujt të shku. Edhe domethënë e ke pas patjetër ti Me kallzu. mi kallzu. Edhe sot më kam ecë domethënë. Shkoj. Pa i thon, oj non jam të shku aty. S'ka. Ndodh me çmijës jam me fëmijët, me bashkëshortët, me babën. Nona ndodh është te tezë ose dikun. Vallahi lajmë në telefon, oj non jam të shku aty. Kam ecë ajo. Është shumë se një mirë që realisht e vlerëson edhe ki raport me nonën qështu. Unë seriozisht unë nonën e shoh si qenje shumë të shenjtë. Edhe tash kam e ta kallëzon e ti një send që e kum lexue. Edhe inshallah kemi pas dorim me mgu. Kur do më thonë para se me lind fëmija, thot i drejtohet Zotit, thot o Zot, thot pse të më qunë në dynjo, thot e di. Thot ati ka shumë padrejtësi, e di. Thot ka shumë probleme. Thot qish ka mu bo balune. Këtive sejneve. Thot ka me ta qunë një melache, thot, dhe ka me të mbrojt. Thot mëse ki gajle. Thot po Zot, po pse thot se une nuk di as me fol, thot, qish ka mu marrë veshune. Thot mëse ki gajle, thot se ajo melache që ka me ta qunë, thot ka me të mësu edhe me fol. Thot, po Zot, thot, unë zdi as mu vesh, as me hec, as kur gjo, thot, po thot, mos e boj gajlen, thot, se qaj me laqe, që ki me pas, thot, ka me të mësu mu vesh, me hec, me hongër, me pi, me fol, kit ka me të mësu. Edhe fëmija beda kur, thot, okej, thot, po, thot, okej, thot, po, a bëm vesh, thot, ku o kjo me laqe, qysh e ka emri kjo me laqe, thot, me laqen që ka me ta dërgu, thot, e ka emri non. Thot, të ka me ti mësu kejt. Thot, për ato hiq mësu mërzit, thot se edhe qështu është nona. Kejt sejnë e digi. Kejt sejnë e ti mëson. Emër më shtrejt s'ka në botë. Shumë e vërtet. Që di edhe unë e kam shumë picked up nona. Zamësim s'ka. Kur gjë hiq. Hajde, mos jarojna babat se i harun. Babat janë më të mirë. Se edhe babat bëjnë për neve shumë. Drejt tema. Ki po të projektet Ramazanit? Kur u pregadit që për mi po projektet e Ramazanit, cila ishte pika kryesore që dojshë ta transmetojsh në publik? A ke folë me Naserin për projektin e parë kërë kemi bënë të Ramazanit, zjetë ka kalzuaja. 3 javë para Ramazanit, dhe me thonë, unë rastisht me Abdullajnë mu deshke me dullën, edhe 3 javë para Ramazanit. Edhe dullën ma banë, thot jam me Naserin qëtu. Edhe unë i kesha shkret me 7-8 skenare që t'i pari. Dhe me thonë edhe 12 mu kanë dasht. Dullën mu deshke për me dajt do skena, do pika, zdi për çka mu dasht. Edhe shkova u takova, unë me dullën ishte edhe Naseri ati. Edhe Naseri thot o vlla, çka do me bo? Thash, për Ramazan një projekt 30 epizoda. Qishtë 30 epizoda? Po, thash 30 epizoda me 30 tema. Dhe Naseri më këshirë thot, jetu hi me një, që s'dive që shumë tha, Deti ku... me një deti ku pania, s'di që shma tha. Seriozisht e kam fiksimin shumë të keqen. Kur i tham kam i hi edhe kam i hi. Edhe nëse ti tha i realizon që të tha, zi që me thonë. Edhe, okej, fillum. I shkrujt edhe që ato, ka pas rast 4 tema për një natë i kom shkujt. Se koha shumë, kur nuk je i pregadit, nuk e dim për shembull, vjeti kemi bo shumë ma herët. Po suni gjesh mirë gjallartë, edhe ato me planet veta, me projektet veta. Qash? Po beso, atë prishmëri, as na se kemi besu, as kërkosh hiq. Ekstrem, dorën të mira. 30 tema, 30 dit. Vjet njët, do me thonë, me temat ndryshme, që s'kan pas lidhje me par vjet. Par vjet edhe vjet, do me thonë. Si zakonisht, do me thonë, të këto temat e Ramazanit, ma shumë mesazhe janë konë edukative, diçka kështu mesazh. Thash edhe më herët, edhe nështë të trigimit, nështë të Ramazanit. Muret me pasën, vjetën kom pasë role shumë negative, po fundin e ka të mirë. Fundi më ka një amël. Gjithmonë bazon atyne.
fundin më ia dhon të mirë. Që më marr shembull ty ai tjetri, domethënë shumë me gjet vetin në atë epizod që e transmetojmë. Çashtu. E qartë. Ne dim që tash frek ke qelë edhe produksion me emrin Bora. Po para se me dalte Bora, domethënë para se me pas produksionin tanë ti ke punu me një produksion nga Kosova. Po, Më sa e di. Nasa Production, po, me producent Feridin, Feris Shabanin. Po, si ki raportat me produksionin që ki bashkëpunu? Të shkëlqyshme. Beso pardje kum fol me Feridin, sot kum fol me Feridin, e kemi zakonet ato raportet e shkëlqyshme. Po ashtu edhe me Muhamedinin. S'mund të kem raporte jo të mira, përderisa në këtë sukses kemi arrit bashk. Unë pa ato s'kom mujt me ardhën deri këto. Më kupton? Po. Edhe s'mi me pas raportet këqija se me fol keq për dikan. Ma thonë një mirë njohës për kohën që i keni kalujt. Shumë. Që i keni kalu. Shumë. Ti më vete se sa orë të merr një ditë xhirimi, po para mendo sa takimet i kemi pas ne për planet e për projektet e edhe me ndodh diçka e keqe, domethënë as nuk e marr parasysh, pse gjithmonë do t'i moj mend vetëm kujtimet e mira. E ti më prajshme të fol për produksionin Bora që i ke hap tani. Si lindi ideja dhe çka dallon produksioni jot për produksionave tjerë? Produksioni për momentin dallon se është më i vogël. Fatërvijë, më i vogël, okay. Me numra subscribe-ave është më i vogël, kurse kështu bukur mirë nuk ka prit. Po, Domethënë po, e kemi mesatarë shikueshmërinë jemi të kënaqur domethënë. Edhe që si kemi prit mirë është pse pse mos më pas edhe produksionin. Ata me parzit aktor, skenarist, këtë, po e marrë edhe produksionin. Gjithmonë është një shkak. po dhe pse mos mi pas ketë. Është një shkak, e kom pas qëndër për si vjen ndoshta jo, jem kon tepër i lodht me shumë punë ndryshme, edhe private edhe kështu, po kismeti. Pa kismet s'mod kur gjash. E qartë. S'jam pishman. Pse më kom pishman. Jo, s'jam pishman. E a ka pas në e të regjim që e ki shujt edhe ka prej këty për shembull personalisht më shumë se sa publiku? Arko, të lirisht këti emisionit leja, emisione dhe Më lot. Seriozisht. Më shela laptopin. Jo, po valla po. Les. Qa, s'po foli mo. Ma ki bosh edhe një emision ma në tonë. U kri. E kena me fol veç. Kena me fol ma shumë dhe. Ama kena me marrë nga të një violinist. Po, që Ma fort, taroke. unë kam e marrë një rocker ti. Konën filmi për kolegën tonë që e përshëndesim shumë Xifin. Më thirrën në Lesan, më thirrën. Producenti Feridi, Kurishmi edhe Xifi më thirrën, thotë hajde të një takim e bojna. As ti mos më në deri Freza as na mos më në ferin në Lesan. Edhe unë e marr dullën edhe shkojna. Tu më nëse përqef se shpesh shumë jemi taku edhe vazhdojmë. Xifit i ka ndru jetë nona. Par vjetë. E përshëndeshme se Xifin e kam dost. Edhe kone funit Xifi në fillim do shumë u largu për krejt seneve. Po më duket të indikoj shumë. Indikoj shumë. Humbja e nonës. Edhe na Se ai u konë prezente në do projekte, më duket u largu shumë, u do të thonë krejt mbyll këtë. shumë veti. Po. E përjetoj shumë rane përjetoj. Edhe një natë o konë live më do kënë TikTok edhe s'di janë nisi me shpreh dhe në publik. Në publik mu s'm pëlqejnë ato sene. Edhe nuk i thash në kohë nuk i tham direkt personit. I shkruaj Feridit tham lemroj Xifit në dale prej live-it se atë mërzin janë nisi me shpreh në publik. Edhe edhe na thirrën u takum mu takimin se për çka më kanë thirrë nuk e kom ditë. Edhe kemi vendos me bo një film edhe jemi mendu ta kemi besu ty skenarin me shkrujtën. Okej. Për çka? Edhe Xif thot për nonën tem. S'moj thash.
S'moj. Jo, ne kena besimin të ti ke me shkrujt. Okej. Pika shkurta e marrë dhe informata dhe Alko, një film mund të më thonë, nëse një tregim zgat me shkrujtën 3 deri në 4 orë. I vetmi film të më thonë që mi ka marrën fix një muj ditë. Pse thash më jam emocional. Shkruaj një skenë, unë e kaj aty. Hala pa mrit e zifi. Se më të vërtet te me randë, se i të shkrujt një realitet, se i të shkrujtën një histori që ka i keni, i të shkrujt një realitet për dostin tanë. Qështë? Edhe e kritëm ka pas 13 skena prej kret filmit që zifi si ka ditë ato skena. Edhe non stop tentoj ke dërgoma skenarin, në dhune, qka beshe e dërgësha vetëm skenat ku ai merr pjesë. Ama ke lanë dorë, mu lehet është. Po. Besoj ka realizu, krejt, u ka kry gjërimët krejt. Skenat ku si ka ditë zifi s'ka marrë pjesë herë në gjërim. As si ka ditë se kur i kena gjiru, as qka kena bo, kamerat i kena bajt në Shkop, në për Kosovë, në për... Zifi s'ka ditë sen. Zifi e ka po filmin veç kur e kemi transmetu të sala e kulturës në Reçak. Jam konë i ftu me dhonë, po fatkeqësisht se jam konë në Shkopë dhe s'ku mujtë më ardhë. Gabimin më të madh që e ki bo, do më thonë, komplet sala me lot me atë film. A është në në YouTube? Po, ku je non? Ka me i shirë, pra. Ma si po thu që është gabimin më dhe thash se jam konë këtu për gjatë s'ku mujtë më ardhë. Sot mos e këshirë, se sot bollën, jena Jo, emocional. sot jo. Sot mos e këshirë. Jo. E nësë ne kena orë në fund të emisionit, do më thonë, edhe piteje po du një mesazh për në fund be. Të shikuzve që na shikojnë, të rive që na përcjellin. S'di me dhënë mesazhe. Mshele për emisionin. Mshele, nani. Nani kamerë. Mos shin kamerë. Okej, mirë. Tho mesazh edhe mirë që i përmend e 3, domethënë, se mesazhet seriozisht edhe të prum sot duheni familjen gjithmonë prej më të madhit merrni këshilla. Mos rrini me njerëz që janë më të dobët se ju, besim, nder, ndërgjegje. Gjithmonë zgjedhni njerëz më të mençëm se ti. Ç'kjo, besoj. Me kanë trish ashtu bosh. Unë me sugjë, në rikë, para me. Ama sugjare me ti. Hajde. Okej. E nisë të falënderoj shumë që gjete kohë e erdhe në podcast të Lamba Leodinit. Shpresoj që në të ardhmen të kemi edhe një bashkëpunim. Inshallah, dhe unë të faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Edhe derën e hap tek isa do kur dush, çka dush, më ardh me fol për projekte, për gjëra. Shumë faleminderit. Tash ma ki bosh emisionin tjetër pa emocion, pa asnjë pyetje emocionuese. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Neve shikues të nderuar, s'namet sen me thon përpos se e bofshin natën e mirë, e faleminderit shumë për durimin që e patën me na përcjell deri këtu. Shihemi javës tjetër përsëri me mysafir të radhës, e deri atëherë mirë mbeçi e kalofshi sa më mirë. Bye bye.